Edicionin e lajmeve vazhdojmë me një rast shumë të veçantë I cili mund të jetë edhe I pari këtij lloji në nivel të shtetit. Bëhet fjalë për Haxhiun 68 vjeçar, Imer Hamzai nga fshati Pallçisht, I cili me sukses ka përfunduar shkollimin e mesëm në medresen Isabeu në Shkup. Mundi, sakrifica, djersa dhe vullneti I fuqishëm ja mundëson atij të prek ëndrrën e tij jetësore. Por këmbëgulja për të kërkuar dituri nuk përfundon këtu, sepse ai planifikon për të regjistruar edhe në Fakultetin e Shkencave Islamike në Shkup. Imer Hamza nga fshati Pallçishti Poshtëm nuk është vetëm thjesht një emër që identifikon një person, por është një rast që rrezon poshtë të gjitha teoritë se në moshë të shtyrë truri e ka vështirë të pranojë informacione të reja e të pajjiset me dituri. Imer Hamza, në moshën 68 vjeçare, mbaroi me sukses shkollën e mesme medresen Isabeu, duke dëshmuar se nxënia e diturisë thën të gjitha limitet e moshës dhe duke sfiduar moshatarët prej 16 deri më 20 vjet. Në këtë formë, ai u shndrua kështu në befasin më të këndshme të vitit shkollor 2013-2014 për medresen Isabeu në Shkup. Si fëmijë I vogël 8 vjeçar, ngela jetim, pa baban, për krah dëshirës madhe, shpirtërore që kishëm për arsim, për herë të parë, mu dha rasti vitin 2010. Edhe aplikova e dhash provimin pranues në medresen Isabeu në Shkup. Pasandaj vazhdova me provimet deri në dhënien e provimit të maturës për diplomën në qershor të këtij viti 2014. Një pjesë dëshirës time e plotësova, por pas kësaj e ndjej veten shumë të lumtur, shumë të kënaqur që edhe në të ardhmen të vazhdoj me mësimet e shkencave islame dhe mësimet shkencore gjithashtu deri në ditët e fundit të jetës sime, me ndihmën Allahu xhaleshanu ve xhelle xhelaluhu. Ndoshta e logjikshme është të pyetet se përse jo më herët me qenë se dëshira gjithnjë ka ekzistuar, por me që Haxhi Imer Hamza, që në moshën 8 vjeçare është rritur jetim pa baban e tij, gjendja e tij e vështirë ekonomike e detyroi atë që sa më shpejt të fillojë punën për të siguruar ekzistencën familjare, por dëshira e tij nuk u tret nëpër vite, përkundrazi, u forcua çdo ditë më tepër derisa në vitin 2010 ai u regjistrua në medresen Isabeu në Shkup. Po në këtë moshë kom pas vështirë lëndët e shkencës, lëndët e fesë, kom konë në përpara një pjesë bajgji I përgatitet. E në mbrapa unë u bazova në ajetin, në hadithin e pejgamberit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duke thënë utlubul ilme min al mahdi ila al lahdi. Lype diturin prej gjepi e deri në varr. E thash pse unë mos mësoj. E në kur e çova mendën se shpallja e parë që I ka ardhur pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nga ana Allahu xhaleshanu ve xhelle xhelaluhu, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Mëso, lexo në emër të Zotit tënd I cili krijoi. Po çka krijoi? Krijoi çdo gjë. E në këto nuk ceket mosha as pak hiç. I vetëdijshëm për djesën që duhet derdhur për të ngjitur drejt suksesit, ai gjatë 4 viteve të shkollimit të mesëm në medrese kalonte më se 8 orë me libra. Pjesa më e bukur e ditës së tij ishte kur ai mblidhte familjarët rreth tij duke u shpjeguar diçka nga njohuritë e fituara të asaj dite. Ai vlerëson se për të arritur dituri duhet vullnet dhe mund. Këtë u sugjeron fëmijëve që janë në këtë proces, duke I këshilluar që përdorimin e teknologjisë ta kalojnë në vend të dytë, ndërsa mësimin në vend të parë. Ai dëshmon se është fakt që Allahu përgjigjet të gjitha lutjeve të sinqerta të robërve të vet, duke vazhduar të pyes për çdo natë se a ka dikush nevojë për diçka. Haxhi Hamza ka pasur nevojë për dije dhe nga kjo dëshirë Allahu nuk e privoi, por I është përgjigjur në formën më të mirë, duke e bërë model për ta ndjekur jo vetëm moshatarët e vet, por edhe të rinjët e ditëve të sodit që gjejnë çfarëdo lloj arsye për të mos mësuar dhe më pas duke u penduar për kohën e kaluar huq. Por dëshira e Hamzës nuk përfundon këtu. Ai me lejen e Zotit është I mendimit që të vazhdoj studimet në Fakultetin e Shkencave Islame në Shkup dhe kjo jo për një vend pune, sepse ai tashmë gëzon një pension të shtetit zvicerian, por thjesht për të plotësuar hadithin e Muhamedit alayhis salam kur porosit umetin e tij që të kërkojë dituri nga djepi e deri në varr.